Do të më ndru mendësia, do të me kuptu që as me prostitucion politik, të bart edhe të blet deputet, nuk zgjidhen problemet, se zgjidhen problemet e ditës, po të nesër del problemi tjetër. Por vetëmja mundësi është që do të me ndërtu proces politik, me subjekte politike, me individ, që ka do në të zgjidhen, do të me ndërtu proces. Kjo në kupton që do të me ndërtu marrëveshje për me ndërtu institucionën këtë vend. Me kënë? Ju s'doni mu taku. Po kjo është që... Kjo është që... Po kjo nuk dënë mu taku. Do më thonë, të me që e kanë lonë... Tani nuk o problem i ne, o problem se partneriteti është proces që do të mu punu me ko. Njerë stojnë popullojnë të bënë mirë për me gjithë mirë. Në politikë, edhe në politikë ka si edhe tila. Do të më ndërtu një lloj komunikimi, s'po ta më në mirë besim, se mirë besimin politikë në Kosovë nuk eksiston. Ka dështu, çdo lloj partneriteti në Kosovë nuk ka funksionu deri në fund. Zoti Kurti nuk mundet tash me akt me i mbyll këtë çështje që i ka shkaktu vetë, ka polarizu, ka përqa, ka ofendu publikisht, kolektivisht. Nëse ka probleme një subjekt politik, me një individ në subjekt, ose me dy, votus i ka përfshi në këto çështje. Tani, për mu, me nënë shkurt, në vend që del të falimderon 2 milion shqiptarët Kosovës, 2 milion shqiptarët Kosovës, që kanë marrë pjesë në procesin, që kanë dinjitetshëm, kanë dalë, kanë votu, i kanë dhënë një rezultat ati edhe neve, sepse fundja se cilin njihet rezultatin e vetë, a i ka dalë, ka vazhdu me linçime, ofendime publike ndaj gjithëve mirë kolektive. Tash, natyrisht, për LDK-n, se si do të duhet mu pa roli në këtosh, do të me ullë me bisedu për të shka në cilët i beson, që do të me ndodhë të shka politikisht, apo jo? Me vetë faktin që nuk je në këto parametra, atëherë ne kem këtë pozicion politik, urnot gjejt, aftësi, menquri, është me gjithë rrugë partia e parë, me mbyllë këtë çështje, jo në forma tjera, jo me imponim. Ma mirë është me dalë me thonë, kjo si da të kryu, edhe dole me di që kryu, për shkak të ciljes së vetëvendosës, liderit vetëvendosës edhe leadershipit saj, dhe eksponentet kryesor saj. Kjo qytetat i atribut atyre. Cilje atyre e ka prunë këtë qytetat kërkamit pa asë një partner. Pa asë një të vetëm, një subjekt politik. Asë një të vetëm, fundja. Këta që përfaqësojnë komunitetet etnike në Kosovë, ata punojnë me gjithë, kush do të qenë qeveri, sot e nesër, po, ata kanë kërkesat e veta, kush do të që vjen, e messhme do të ishte që lëvizja vetëvendosë, ose duhet me pas partneritet ideologjik, ose partneritet funksional, ose raporte tjera partneriteti me grupe politike, me parti politike në Kosovë. Këtë botën ndodhin, dalimet janë, edhe bashkëpunimet ndodhin. Përveç sa nuk po do me rënu ma shumë situatën, po shërni popujt që na po aspiroj me mësu për demokracive tyre që ka po bojnë. Një Francë, edhe një Gjermani, edhe një Hollandë, qohën në kam, ndërtojnë partneritete me përbal për 4 plus, për 4 dekad që po hymi, tranë, me odhesh popullën e vetë karshi një ndryshimit malë që po ndodhë në botë, një ndryshimit traumatik që po jetë në botë. Edhe nuk janë ideologjike, po janë funksionale për interes të popullit vetë, sepse s'pako 4 vjetë e para dojnë me ballafaqu këtë situatë duke u ndërtu bashkë. Kush ka fitu zgjedhjet në Hollandë? Trumpisti më i madh në Evropë. Ku në Hollandë, në vendin më të butë, mundshëm që mundesh me gjithë përveç ndoshta Suedisë në vende. Çka ka ndodhur me rezultatin zgjedhor? Është zhvendosur mbrapa dhe ka ndërtu një partneritet funksional, sepse të tjerët e kanë thonë që ai nuk mund të jetë kryeminist rejoni. Në Kosovë, po edhe në Austri, edhe Franca me proces zgjedhor. Nuk ka leju me ndodhë, nuk ka leju me ndodhë, edhe Gjermania, këto stota. A ka ndodhë në Kosovë, kush do në Kosovë që ka thonë Zoti Kurti nuk mund të me qenë kryeminist i Kosovës. Asë një raport në kështë të tillë. Të gjitha partitë politike kanë thonë po, i takon si partia po, le ta merren ata ndërton qeverinë. Po na s'dojmë me bashkëpunim me të. Por nuk është raporti që është ndërtu. Cila është lëvizja e Zotit Kurti? Zoti Kurti po vazhdon me e delegu tek Zoti Dehari konsulencën e tij politike ose të drejtën e tij me u konsultu me lider
Sot, kur janë shku përfaqësues të partive, që LDK nuk ka marrë pjesë herë, ju thonë, jo ne kena ftuar lider të partive politike. Cili është autoriteti që udhëheci seancave të konstituimit të këtij legjislacioni me thirr kryetarët e partive politike. Po, Avni Dahari ka thonë që na përftojmë kryetarët. Liderët e partive politike me armë morë vesh, më konsultu çish me përballu këtë. Liderët e partive politike bashkë me praktikisht është në ngarsim absolut i krejt situatës edhe krejt nevojës ne paralizojmë, është një lloj nervoze në publik. Është një edhe arsyeshme, justifikueshme, sepse po servohet kjo që ose kështu ose zgjedhje. Si opcion, që e përmeni edhe Valon Sylla. Nëse... Janë edhe dy mekanizma që duhen më shfrytzu para se me shku. Është mekanizmi Presidenti Republikës me kushtetuar në Kosovë ka obligim kushtetues mbarvajtjen, detyrimin mbarvajtjen e institucioneve. Funksionimin normal të institucioneve. Zatën pushteti bëhet për me vendos normalitet. Kur gjë nuk ka kuptim pushteti, jashtë kësajna. Edhe dyta është roli gjykatës kushtetuese prapë që mundet me në funksion, po nuk e di se sa në këtë fazë është domosdoshme me shfrytzu, por krejt kërëmamit peng të opcionit parën, mendoj. Deri në themelimin e këtyre institucioneve, ka me vazhdu kjo loja... Peng ka mbet këtu vetëm opozita djeshme, se Albin Kurti po qeverisë, pra ai kryeministër është. Ai është deputet, ka dhënë betimin si deputet dog, po në anën tjetër po vazhdon me shku. Tash i merr dy rrugë, merr rrugën edhe si kryeministër edhe si deputet. Teknikisht s'mundet më marr, po e interpreton që ky pra kush ka mbet keq, ka mbet opozita që s'ka prodhon, për shkak se ajo ka vazhduar në qenë kryeministër. Qëre, realisht keq s'ka mbet kërkush. Me qenë se na që sa kohë kemi vrejt qësh na mundemi me jetu edhe pa qeveri, mundemi me jetu edhe pa kuvend, edhe me gjas do ta marrim vesh që mundemi me jetu edhe pa shtet. Na jemi arë në situatë kur institucionet e shtetit janë efektivisht të vdekura, ndërkohë që shoqënia vazhdon me jetu. Për qa flet kjo? Kjo flet për një shoqëni e cila s'është e mvarur mbi shtetin. Pra kjo një shoqëni jashtë shtetnore. Kjo mundet me jetu që i thojnë edhe ndërguri. Kjo një shoqëni e cila funksionon pavarësisht. Pra kur kuj nuk është ka i pengon, fakti që s'ki qeveri, nuk i efektivisht ministri funksionale, nuk i kuvend, pra si ki organet supreme, edhe kur del në rrugë të jeshe që absolutisht jeta vazhdon. Për qa flet kjo? Kjo flet që shteti si struktur është dekorativ e jo ekzistencial. Nuk ka ndonjë rëndësi vitale. Nuk është që ndonjë shërbim o ka ndërprehet, me qenë se njerëzit janë të shkuar për puna, pavarësisht që struktura shtetnore është aktualisht imagjinore.